Shoqata Uniteti dhe Shoqata White Palm kanë organizuar shpërndarjen e 5.000 dhuratave për fëmijë me rastin e festës së Kurban Bayramit. Aktiviteti do të mbahet nesër në qendër të Tetovës, gjithsesi në sheshin Iliria, ku pritet të marrin pjesë një numër i madh i qytetarëve dhe fëmijëve. Koordinuesi i këtij projekti, Sefullah Sefuli, bëri të ditur se shpërndarja e dhuratave do të fillojë nga ora 18 dhe do të shoqërohet me program festiv dhe aktivitete për më të vegjëlit. Sipas tij, në fund të programit do të ketë edhe fishek zjarre me qëllim që atmosfera festive të jetë sa më e veçantë për qytetarët dhe sidomos për fëmijët. Pra këto që i shihni këto paketat mbas shpine, janë dhuratat të cilat do të shpërndahen nesër inshallah ditën e parë të Kurban Bayramit në sheshin Liria në ora 6 në mbrëmje. Këtë organizim e bën Shoqata Qytetare Uniteti Islam në bashkëpunim me Shoqatën Qytetare White Palm. Pra, aty nuk do të ketë vetëm shpërndarje të dhuratave, do të ketë edhe program manifestiv, pra do të ketë program dhe lojna për të argëtuar fëmijët atë ditë. Sefuli theksoi se organizimi i këtij aktiviteti ka për qëllim që festa e Kurban Bayramit të pritet dhe të festohet sa më mirë, duke sjellë gëzim dhe buzëqeshje tek fëmijët. Ai nënvizoi se dhuratat janë përgatitur me kujdes dhe përmbajnë produkte të ndryshme ushqimore, lëndje për fëmijë, si dhe nga një batanie të vogël. Dhe gjithashtu ky program do të përmbyllet inshallah me një mbrëmje të bukur duke lëshuar edhe fishek zjarre që të jetë një manifestim i mirë për fëmijët tonë. Pra i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të vinë dhe bashkë me fëmijët e tyre të marrin pjesë në këtë manifestim. Organizatorët u bën thirrje të gjithë prindërve që së bashku me familjet e tyre të jenë pjesë e këtij aktiviteti festiv në sheshin e Tetovës dhe të pajisin të vegjëlit me dhurata për festën e Bayramit. Ata shprehen se ky organizim synon të kryejë atmosferë solidariteti, afërsie dhe festim në prag të një feste më të rëndësishme për besimtarët musliman.